Mirëmbrëma. Fotot e presidentit Venezuelës nën pranga nën shoqërinë e marinsave amerikanë shënuan vitin 2026 që në ditët e tij të para. Bota nga sot e tuti është ndryshe pasi për herë të parë pas shumë dekadash gjendemi përballë një realiteti të ri që nuk e kishim përjetuar që prej luftës ftohtë. Nuk ka më OKB, nuk ka më Bashkimi Evropian apo NATO, bile nuk ka më as Shtetet e Bashkuara apo Kongres Amerikan. Ka vetëm ushtria amerikane dhe Donald Trump. Presidenti Amerikan pasi mbylli sapin në lindjen e mesme me Gazën, Sirinë dhe Iranin, pasi dha një tjetër leksion për krishtlindjen në Nigeri në Afrikë, i hyri në dhomën e gjumit diktatorit qesharak venezuelan dhe mori me shapka llastëku dhe e çoi në qeli ngjitur me El Chapon në burgun e famshëm të Brooklyn në New York. Shumë thonë duke sfiduar ligjet ndërkombëtare. Por sa rëndësi ka kjo kur këto ligje ndërkombëtare nuk e imponojnë atij dot as në rastin e vizitës së Putin në Alaska, të Netanyahu në Washington, apo të arrestimit të Maduros në shtëpinë e tij në Caracas. Sigurisht që vlen të analizohet se përse Shtetet e Bashkuara ju rikthyen një tradite që e kishin përdorur për herë të fundit në luftën e Irak. Maduro akuzohet se kreu një karteli droge, akuza për cilat amerikanët e hetojnë që prej vitit 2020. Por Trump thotë se Shtetet e Bashkuara deri në kthimin e demokracisë në Venezuela do të menaxhojnë burimet e naftës në rezervën më të madhe botërore të saj. Në momentin që tregu amerikan ka më shumë nevojë se kur për këtë import. Nafta është tashmë një element geostrategjik, pasi Maduro kishte bërë marrëveshje me Rusinë dhe sidomos me Kinën. Por shifrat tregojnë se nxjerrja e naftës në Venezuela kishte rënë në nivele thuajse modeste. Kjo palë sigurisht dhe pa aftësisë së një shteti të falimentuar, që qeverisej akoma nga fotografitë e Hugo Chavez sesa nga administrata e korruptuar Maduro. Pra edhe nafta duket se me gjithse faktor, nuk duket jetë dominant në arsyet e këtij aksioni të papresident amerikan që prej arrestimit të Noriegës në vitin 1989 në Panama. Sot Trump paralajmëroi Kolumbinë, por dhe Kubën, se janë në radhën e listës së tij të zezë. Dhe pikërisht në këtë pikë debati bëhet interesant, bile deri diku dhe humoristik. Në radhët e përfaqësuesve të opozitës këtu në Shqipëri janë shtuar shpresa se pasi ra Maduro, do iki dhe ra Maduro. Termi që u shpik për Sali Berishës, por dhe motivet që i ka radhitur për Shqipërinë si një narkoshtet korruptuar, terma që ai ka përdorur dhe në takimet e tij si ujë të pakët i shtetit, sot po përdoren si ujë të pakët të shpresës së mbështetësve të tij për rrëzimin e Edi Ramës. Një ditë më parë në komunikimin e tij në rrjetet sociale, Berisha e tha troç se shpresa e tij e fundit për largimin e Edi Ramës nuk ishin zgjedhjet, por marinsat amerikanë. Një gjë që ne ja vum në duke në lajm. Sot, Berisha si pasojë u detyrua të korrigjonte deklaratën duke shuar shpresat për një aksion tjetër ale Maduro kundër Ramaduros. Por përtesha kasë së Berishës, e cila u mor seriozisht vetëm nga zonja Garo, aksioni i Trump në kontinentin amerikan duket se nuk është thjesht rikthimi i të famshmes doktrina Monroe. Ky akt thuajse unik, kur një kryetar shteti qoftë dhe diktatorial merret me pijame dhe çohet para një gjykate në New York, ka ngjallur jo pak ankth në Europë. Vučić, i pari, ka reaguar për atë që e ka quajtur rënje të rendit aktual botëror dhe ka paralajmëruar thuajse për luftë popullin e vet, sigurisht me syt nga Kosova. Pra Maduro apo Ramaduro, aksioni Trump do të ketë reperkusione edhe në Europë, edhe në Ballkan, por cilat mund të jenë ato? Për te, lëvizjes së çmimeve në tregun botëror të naftës. Për këtë do të flasim sonte.